shohim pak rezultatet e updateuara nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë. Ka përfunduar numrimi 55.85% të votave, pra 1428 qendra votimi nga 2557 që ka gjithsej Kosova. Lëvizja Vetëvendosje prin me 49.67%, Partia Demokratike e Kosovës me 20.2%, Lidhja Demokratike e Kosovës 14.12%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6.85%, Lista Serbe me 3.33%, Nisma Social-Demokrate 1.49%, Koalicioni Vakat 0.72% dhe më pas vinë të tjerat që nuk kanë arritur 1%, por thjesht duhet të kujtuar dhe një herë se 10 vende në Parlamentin e Kosovës janë të rezervuara, 10 për listën për minoritetin serb, por me sa duket në këto zgjedhje të gjitha I ka fituar lista serbe dhe 10 të tjera për pakicat jo serbe. Shohim pak komunat se si është rezultati deri në këto momente, duke nisur me Gjakovën. Në Gjakov janë numëruar 66% të votave. Kalojmë pak tek Partia Liberale Egjiptiane 1%, Nisma Social-Demokrate ka më pak, shkojmë tek Lëvizja Vetëvendosje 51%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 25%, Lidhja Demokratike e Kosovës 10%, Partia Demokratike e Kosovës 9%, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës 1.46%. Shkojmë në Gjilan. Në Gjilan janë numëruar 45% e votave, pra 59 nga 130 qendra votimi, Lëvizja Vetëvendosje prin me 61%, Lidhja Demokratike e Kosovës 17%, Partia Demokratike e Kosovës 15%, Aleanca 2%, Lista Serbe 2% dhe më pas vinë të tjerat. Shkojmë në Mitrovicën e Jugut. Janë numëruar 39% e votave, 20 nga 102 qendra votimi, Lëvizja Vetëvendosje prin me 65%, Partia Demokratike e Kosovës 25%, Lidhja Demokratike e Kosovës 5%, Aleanca 0.76%. Në Pej kemi të numëruar 84% të votave, pra 118 nga 139 qendra votimi, Lëvizja Vetëvendosje 47%, Lidhja Demokratike e Kosovës 21%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 14%, Partia Demokratike e Kosovës 10.39%, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës 1.43%. Për të kaluar në Podujev janë numëruar 50% e votave, Lëvizja Vetëvendosje 60% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës 21%, Partia Demokratike e Kosovës 15%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 1.80%, Nisma Social-Demokrate 0.41%. Në Prishtinë janë numëruar 55% e votave, Lëvizja Vetëvendosje 53%, Lidhja Demokratike e Kosovës 21%, Partia Demokratike e Kosovës 18%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 3.50%, Nisma Social-Demokrate 0.74%. Prizreni janë numëruar deri në këto momente 75% e votave, Lëvizja Vetëvendosje 50%, Partia Demokratike e Kosovës 21%, Lidhja Demokratike e Kosovës 8%, Koalicioni Vakat 4.56% dhe më pas vinë subjekte të tjera, kryesisht janë parti të minoriteteve bosnjake dhe turke. Zubin Potoku është vetëm 2 janë numëruar qendra votimi nga 15 që janë gjithsej, natyrisht aty prin lista serbe me 92%, edhe pse kanë mbetur ende shumë për të numëruar. Edhe në Zveçan janë numëruar vetëm 2 qendra votimi nga 11 që janë gjithsej, Lëvizja Vetëvendosje ka 66%, Partia Demokratike e Kosovës 28%, Lidhja Demokratike e Kosovës 4%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 0.90%. Në Mitrovicën e Veriut, lista serbe ka marrë 59% e votave të numëruar, janë numëruar 9 qendra votimi nga 22 që ka gjithsej, Vetëvendosje 25%, Partia Demokratike e Kosovës 5%, më pas vinë edhe subjekte të tjera, kryesisht nga minoriteti serb me 3 dhe 1%, Lidhja Demokratike e Kosovës 1.29%. Shohim të tjera qendra Raoveci apo qendra të tjera, pasi po ndalemi kryesisht në qytete të mëdha të Kosovës,
Ferizaj janë numëruar 26%, vendosje 61%, Partia Demokratike e Kosovës 24%, Lidhja Demokratike e Kosovës 9%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 2%, Nisma Social-Demokrate 1%, në Rahovec kemi të numëruara 74% të votave, 58 nga 78 qendra votimi, vetëvendosje 53%, Partia Demokratike e Kosovës 19%, Aleanca 11%, Lidhja Demokratike e Kosovës 11%, Lista Serbska 1.62%.